investim milion. Me vërtet. Po dita ai milion, është dosh 26 vite punë. Plot 26 vite. Kemi dikon prafësisht 70 kg lap qëmshtore. Pajisjet e kemi gjitha, kjo bujqësia dën gjithmonë investim. Nuk mundesh edhe pare edhe kapital. 30-40 euro kushton këtë traktor, ç'është? Po, dikon 40.000 deri në 50.000 këta gjënder. Prodhim amerikan, është një markë pak më e shtrenjtë, po punën që e bën domethënë kjo i ka halal poret. Ti kemi sa mështira viça 3-4 muaj, 5 muaj për i prodhim. Janë disa prej firmës tonë, kemi ende anej, nëse do me ndërtu një firmë me standarde të mira, me pas një 400-500 euro mas pak, për 100 kg lap qumshtore. Këtë qumsht pinë shlirshëm se është qumshti më i mirë që ekziston. 100% natyral. Me vitën jemi rrit, me vita u rrita. Përshëndetje, miqtë e mi dashur prej meje Lauretës. Unë këtu kam marrë te UK Farm, që është një ndër firmat më të mëdha të komunës së Pesë, po mundem me thonë lirisht edhe në rajonin e Dugaxhinit. Për ata që se din, UK Farm janë ndër prodhuesit më të mëdhenj të qumshtit, qoftë edhe për kompaninë Vita. Edhe këtu kemi ardhur me po procesin, edhe me po gjendjen e firmës, po edhe me po se çfarë qumshti konsumojmë na për ditë. Pronari i firmës nuk ka hezituar me na fol edhe me na hop dyert e firmës, po edhe me na tregu sfidat mbujtësi edhe mbledhtori. Edhe për ma shumë detaje, hajdeni me mu ta takojmë Elvirin edhe të shohim firmën edhe gjithë punë që bëhen te UK Farm. Elvir, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht du me të falendëru prej zemrës që planove me bo një bisedë bashkë edhe me folë për punën tënde, edhe për traktorat që kam pushtu Prishtinën edhe që i kanë rënë sy krejtë. Qësh je, Elvir? Mirë, falenderit. Mirë që keni ardhur dhe jo që keni gjetë kohë me ardhur me na vizitu. Direkt nga vendi i punës, me pa qysh rrjedh kjo punë, çka punojmë, ku ja nisim edhe kur e mbarojmë. Elvir, du me të pyet sa vjeçar je? Jam 38 vjeçar. 38 vjeçar. Na para se me nis intervistës bisedum pak për çush ja ka nis puna, çush e keni pas qoftë prej jeni me tradit domethënë në bujqësi edhe mbledhtori. Prej vitit 2000. Prej vitit 2000 domethënë non stop si keni Ja kem shoku fillu. për asnjëherë. Absolut. Apo mi tregon ti ke qenë fëmijë atëherë edhe po i kujton besoj fillimet çush ja ka nis. Patjetër. Qysh janë këto fillimet, Elvir? Tash me prindin e ndjerë, që ka ndru jetë që 4 vite, ja kemi fillu kësaj pune prej vitit 2000. Ja kemi fillu gradualisht me 5-6 copa, 10 dhe 20 krejë, kem shku. Dhe në vitin 2004. Pastaj se atëherë edhe nuk u shit ke qumshti, nuk kem pas treg ku me plasu qumshtin. Qumshtore ka pas shumë vogla, me kapacitet shumë vogël. Edhe kishim shumë problem me plasu në treg qumshtin e frest. Me hapjen e fabrikës qumshtores Vita, aty kemi gjetë zgjidhjen e prodhimit qumshtit. Domethënë atëherë kemi pas vetëm a mundesh me prodhu, nuk ka pas limite më sa lita qysh tek. Domethënë sa do pak ja u ka ndihmu pak edhe me i zgjeru krejt e lobëve dhe... Normal, aty gradualisht ja kemi fillu mu zgjeru prej 20, 25, 30, deri tash kemi 70 krejt, dikon komplet që janë 100 krejt. Sot babi yt është i ndjerë edhe po shpresoj që ai po pushon poçe edhe po deshta me fol se më tregove që ai e kalon punën e vet për blegtori edhe. E vërtet. Apo më tregon pak edhe për audiencën. Ai ka qenë polic, apo? Po, është pranu për polic, por pastaj e ka lënë atë punë se ka thonë nuk muj me një mu familjes tam me një rrogë, me ka thonë ashtu kështu që pe hapim një biznes, ja filloj me shto,
me lopë qumshtit nga pak me qështu me bëjtësi, edhe aty ja kem fillu, prej aty mos që kem shkapu kësaj pune deri me sot. Shembulli konkret Elvir se qysh e kalon ëndrrën e vet, se unë po besoj që ai ju ka tregu që gjithë e ka pos ëndër me shërbya dheut, edhe me qenë është oficer policie dhe ka shkëput ëndrrën e vet, për shkak se me një rrugë s'ka mujt me ju mbajt krejt anëtarët e familjes edhe u merr me blegtori. Po edhe sot, edhe mandena kur i bënet edhe jo me janë gjitë dorën, për thëmë kështu, jo, a pranu, co vllazën jeni? Edhe Jemi 3 vllazën, unë 38 vjeç, ai 36, tjetrin e kem 25 vjeç, kështu që e ka lind mas lufte në vitin 2000, me përfundimin e luftës, gjithë jem kyçën këtë punë, edhe na kem pas mundësi si shumë tjerë, si bashkëmoshatarës, si shokë tonë që kanë shku rrugëve të mërgimit, s'kanë gjetë zgjidhje këtu, atëherë kon koha kanë pas arsye me shku, me bo një jetë kishe ma të mirë, po ndashta dikush ka bo, ka asi që s'kanë mujtë të bo kur gjo. Na menojmë që konë ma arsysh me mi kontribu venit, pa marrë pa arsysh çfarë sakrificë qysh edhe tek. E di na je mënu gjithmonë me fitu punën pare në ndjerës. Edhe nështë atë gjithat fitim që e kini bo si ju merrni edhe me bujqësi, po edhe të njëjtën kohë dhe blegtorin, këna me vizitu edhe firmën. Po, pa tjetër. Edhe po, do me thonë, të fitimin që ajo është bo, po besoj se cilën e keni investu edhe në pajisje bujqësore. Se po shihet që keni gjithë shka këtu. Po, pajisjet e kemë gjitha, çka na nevojitën e kemi gjitha. Po, kjo bujqësia dënë gjithmonë investim. Nuk mundesh edhe pare edhe kapital. Po, na gjithmonë fitimin e investojmë makineri, mbledhje makinerisë ma trej. Elver, aja shën njeri hajrin bujqësisë në qoftë se merret me këtë punë. Ka shumë tri që nështë asët, ose ka edhe mërgjimtar që nështë dojnë më këthy me investu diçka. Aja shuin hajrin, qa me ndonë ti? Qa i kështë dhënë ti një mesazh? Pa i këta trit po menojnë që duhet në start me startu shumë shpejt me fitu. Nuk bëhet kjo punë për një muaj, një vjet, 2 vjet. Ky biznes duhet më hap gradualisht me pas vullnetin për me punu këtë punë. Po se pa të vullnetin kjo punë nuk ecë. Edhe dëshirën. Ka edhe dëshirën. Ka sakrifica, ka telashe, ka probleme gjithmonë. Mvaremi shumë edhe prej kohës. Kështu që 3 vitet e fundit kem pak ma problem me sigurimin e ushqimit, po falë Zotit punojmë pak ma shumë toka edhe e sigurojmë edhe për firmë tonë, po njëkohësisht edhe për firma tjera, kolegë tjerë që kem marrëveshje me ta. Edhe më the që pak duhet edhe koha, nashta jo pak po shumë, sidomos në bujqësi, apo më tregon çka kultivoni? Po na si firmë këtu kultivojmë edhe ma shumë misër, po edhe grur. Tani ja kemi fillu që 2 vite e kënej ma shumë me grur më mirë. Kultivojmë dikon rreth 50 hektarë grur i kemë si vjetë, që menojmë çdo vit me më shkutu zgjeru. Edhe i mjellim 30, 40 deri 50 hektarë edhe misër çdo vit për nevojat e firmës. Elvira, ka pos në herë na i vetë nështë që nuk ka pos rendiment. A e mon men që nështë mundesh me ndo dhe me ne? Po, ka pas, këtu të thash edhe ma jetë që 3 vitet e fundit ka pas shumë probleme edhe me rendiment për shkak të kushteve klimatike që thatësisë të madhe që ka mbretëru. Si vjetë po shihet pak ma mirë, inshallah dhe Zoti të kemi çdo kohë pak ma ndryshueshme, jo vetëm dill me na djeg. Qysh e ngushëlloni vetën nështë në ato momente kur e bën gjithat punë, gjithat investim, se ti kur mbjell do me thonë rreth 50 hektar grur, dohet pak, është investim, ka shumë pare, shumë mund, po ka ndodhë edhe më the që s'ka bo heq, do me thonë s'ka jo për rendiment. Qysh e ngushëlloni vetën në momentin kur zbohet shkurt e shit? E jep paren, e jep mundin, e jep nështë gjithë forcën. Ka pas edhe vit që i gjithë përëllimin e ka shku dëm.
po foli të kultivimi i gruajt. Por s'kem pas fort eksperiencë me ta, tash kem pak ma eksperiencë në këtë punë, në këtë lami edhe jem shku të e përvetësu këtë punë. Tash i dim, domethënë kem shku gradualisht të rrit edhe rendimentin. Se pa rrit rendimentin grur nuk mundesh me fitu. Gruaja është në fitim mos tham minimal, që mundesh edhe me hub krejt, ndoshta krejt varet për kushteve klimatike. Sa për shembull do një investim 50 hektar grur? Pa e kon fjalën me shpenzimet naftës dhe me shpenzimet me krahasu me këtë vit edhe vitin e kaluar, lënda parë plenat artificiale këtu kanë qenë shumë ekstrem shnajta. Nuk moj me të thonë ashta se s'ka fitim, po edhe nëse kem fitu, kem punu shumë për me fitu pak. Okej, viteve të kalume, do më thonë sidomos vitin e kalume. Po, sidomos vitin e kalume. Po, edhe dishta me shpjegu pak a shumë edhe këtu pajisjet makinerit bujqësore që i ki, këto, për qa përdoret ky pari, për shembull? Po, këto e kem për punë ndryshme, kem bagirin për ngjeshjen e silazhit, për gaditjen e terrenit në toka, qa kem nevojë diçka, traktorin, kjo është pak më i madh, kemi dikon 6 traktora, i kemi, kjo është më i madh për levrim, kemi për frezë, për këto, po gjithë hin punë, me gjithë punojmë. Kjo është kurpa që marrim ushqimin me ta, e qesin mikser bluet atje, gjitha me këta e kapim, edhe kjo është, po. Ta janë gjënder, prodhim Amerikan, me licencë amerikane që prodhohen është edhe në Gjermani edhe në shumë shtete tjera, po është një markë pak ma e shtrajt, po edhe ma e kushtueshme, edhe në mbajtje edhe në krejt. Po punën që e bën, domethënë kjo, i ka halal po. Domethënë, a është e vërtetë që 30-40.000 euro kushton këtë traktor, që ashtu sipas Po, dikon 40.000 deri në 50.000 këta. Edhe ashtu dhe ata, dikon... Domethënë shumë e madhe, po përshtu që i ka halal se bën e krym punën. Po, na, si që ceka dhe ma herët, na investojmë makineri, kem dëshirë me kry punë. Kjo komboj? Kjo është komboj e grunit, që bën korin e grunit, edhe po ashtu dhe të misrit, edhe shumë drithna o tjerë, po na realisht tash e përdorim vetëm për grun, të shohim vitet e ardhshme, çka mujmë me prodhu diçka ma shumë, për me na him punë edhe halama tepër. Po, dishta me të pyet, jo, a i përdorni krejt këto makineri bujqësore veç për punët e juaja të bujqësisë, apo nështë edhe me pagesë të tjerët, se sot nuk është që po merren edhe shumë me punët e trektorisë dhe bujqësisë? Po tash, realisht janë vetëm këto firma pak më të mëdha që merren me punimin e tokës, sepse me pak nuk i llogaritash. Gjithë janë përmerë që i punojnë 5 hektarë, 10, 20, 30, na punojmë edhe në për firma tjera, në për kolegë tjerë. Krymë punë bujqësore, me makina. Kjo është ajo hederi, si i thojmë na, i kapet asaj kombajs për para edhe e korë grunin. E këtë traktor po duket pak ma i vjetër? Kjo është ma i vjetër në firmën tonë. Do më thonë, a është ndër të parët që a keni nisë me to? Jo, nuk është ndër të parët, po është një ndër këta që na kryjnë shumë punë. është pak ma i vogël, po kryjnë na vinë shumë. Ka njëherë janë të shtu të vogël, po që njeri realisht mundet me kry shumë punë të mëdha. E vërtet. A mundemi me shiku edhe atje në pjesën ashtu që keni? Gjithë fetimin që e bojmë na për kryen e këtyne punëve na investojmë makineri. Makineri edhe në toka. Pikë spari na kemi investu në toka ma shumë, mi përmirësu tokat, mi rafshu, kemi investu në blerjen e krerëve të lëvëve, tani kemi investu në blerjen e makinerisë, gradualisht, tash investojmë ma shumë në përmirësim të ushqimit, cilësinë e ushqimit, që normal është lidhet edhe me cilësinë e qumshtit, që e kemi çdo herë ekstra klasë.
Po, edhe do me thonë interesant që në bujqësi se cila nuk bën pa tjetërën, do shkujnë krejt që këto janë lidhura në zinxhireve që me orë deri te cilësia e produktit, që në këtë rast e keni qumshtin, jo që e keni edhe firmën qumshtore që kena me diskutu tash edhe pak. Po. Këto qa ki, Elber? Këto janë mjete të punës, kjo është stërpikse, ajo është mbjellëse grurit, ajo ciklon që është shpërndan pleon artificial, ajo makinë që e mbjell misrin, kjo është i thojmë rotoballer që i ban këta topa të mëdhej, ushqimit, po. Janë ato me radhë, ajo që e pështjell, tash i shikojmë ato tjera, të i kemë sa mështira viqa 3-4 mujsh, 5 mujsh, për i prodhim. Janë disa prej firmës tonë, kemë ende anej, por këta rritën pak ma në natyrë që të hapën. Raca? Raca është Holstein. Është raca ma e mirë që prodhon mas shumë? Mas shumë të qëmsht, e vërtet. Edhe, tash ti du me të pyet pak mas i jem këtu të mështirat. Qysh do të më kujdes për tu? A kam probleme nështë, a smuhen, a qysh është? Po, këta janë si fëmija e vëgjel. Dojnë kujdesin, fillim e dojnë kujdesin maksimum. Këta du të mi përcjell vazhdimisht 2-3 javët e para që mos mi kap barku. Edhe 2-3 javët e para kanë ma problem. Tani gradualisht shkojnë e majnë vetën. Këta tani kur dalin 3 muj, kur dalin deri në 3 muj i ushqim me qumsht, pas 3 mujve ja fillojmë me silazh e me këto gjona tjera. Apo më tregën qa është dhe me thonë ka përzime, është silazhi këtu? Këto silazhi ushqim voluminoz, i përzim gjitha janë këtu, me koncentrat, me silazh të barit, misrit, gjitha janë këtu. Është i kushtueshëm kë, për shkak se dojnë është ta këgjash? Po, realisht është i kushtueshëm se na kemi investu për me arritje cilësinë, me pas prodhim më të mirë, cilësi të qumshtit më të mirë, edhe gradualisht më shku të rrit si prodhues, me rrit prodhimin edhe më shumë. Synimi jon është me rrit prodhimin edhe cilësia me konë kështu nivel siç është. Deshta me të pyet pak për përfitimet nëse më nësh me na tregu silazhit e lupa që e konsumojnë. Po, kjo i ka shumë përfitime, po silazhi i misrit është baza e ushqimit për lopë qumshtore. Pa silazh të misrit, çdo sen tjetër që e prodhon është më e kushtueshme. Qoftë edhe shëndeti lopës, qoftë edhe shëndeti edhe të gjitha, të qumshti, po. Se që ato është esenca që qumshti me dol kualitet, po, kualitet. Klas, ekstra klas. Ashtu është. Tu pishojmë edhe rotobaj, do më thonë. Edhe realisht gjithë më ka interesu me ditë se so kushton një rotoball, nëse mundesh me na tregu. Po realisht tash këtë mbahet edhe pikë kvalitetit. Na 99% e kemë vetëm detelin. Detelin e njohëm që bojmë rotoballa. Ta nuk i llogarit e mirë kështu sa kushton qysh tek, po nëse me ble kushton dikon rreth 80 deri në 100 euro. Tash për momentin, po, një i tillë. Sa të bëm për shembull për një lop ose për firmën e juaj që i keni rreth 50 krah lop, sa bën një rotoball i tillë? Po realisht për momentin na shkon 1 deri në 1,5 në ditë. Një kësi deri në 70 tjetër do të. Që realisht do të më cek që edhe shpenzimet edhe te lopa janë këgjat kushtueshme. Po normale, e dihet. Se njerëzit menojnë që tash janë bërë shumë intervista. Tash njerëzit menojnë edhe i shonë për media në për e cekin, thonë ne përfitoj 20.000, ne përfitoj 30.000. Realisht ai nuk e llogarit që ato i merr ato pore, po nuk i llogarit që sa ka investu anej në ushqimin ato, kështu që nëse fitimi mendojnë edhe tash edhe njerëz edhe audienca menon që është fitimi shumë i madh dhe menon që po bëni po them kështu qirak ndoshta me këtë punën e blegtorisë. Fitimin e mirë e ki nëse e arrit rendimentin e mirë, cilësinë e mirë për me ndiku te prodhimi i qumshtit, te lopë qumshtore. Kjo është esenca. Ai domethënë është fitimi i mirë. Ai është fitimi i mirë kur çto 3 parametra ai plotson. Ose për më ardhej të fitimi do të me pas nështë edhe lopën për thëmë kështu nivel. Normal. Shëndeti. Kretë këto lidhën në shëndetin e lopës. Kur te e ki ushqimin e mirë, siguroni ushqimin kvalitet, lopa anë ushqimin kvalitet edhe e prodhon qumshtin kvalitet.
Edhe shëndeti është nivel. Edhe na që konsumujmë andej qumshtin, jem rehat. Pa problem. Pa problem edhe. Atje qa ki nëse më nësh me na tregu pak se ka shumë njerëz që kanë dëshirë me i po. Këtu janë ndër mjetët e punës që i kemë freza, pështjellse, rrotoballa, grabuja që shkepin, përsimin, mbledhin, plugj që e lavrojmë tokën e punojmë. Kemë edhe shumë pajisje tjera për cilëse që na duhen për mi kry punët e fushave, po punët e fermës. Tash kena me shku pak edhe te pjesa e fermës atje te Lop. Po, patjetër. Edhe kena me fol pak edhe për qumshtin edhe për ato nështë dyshime që njerëzit munden me i pas te qumshti i fermerëve kosovar. Elver, tash jem firmën tone këto. Po. Sa krerë lop qumshtori? Kemi dikon prapës që është 7 krerë lop qumshtori. Dhe 7 krerë lop edhe sa njerëz kujdeseni për tu, domethënë, jetë ti? Unë 2 vllazit, nona, gruaja, edhe kemi një punëtor sezonal, që shto kur na duhet, se pak është edhe problemi këtu që nuk po kem punëtor për firmë, këtu është shumë problem. Nuk dojnë në punu bujqësi, nuk e di pse, edhe pse pagat janë tash shumë më të mira se në sektor tjerë, pagesat, po përtojnë këtë punë e punu, se s'kanë vullnet. Realisht më karo me bisedu me shumë nështë fermer qoftë edhe të mdhaj, por edhe prej aty në që i nevojitë dikush, do me thonë, pse s'po janë shumë të interesu me punu këtë punë? Ti po thu që edhe pagat janë shumë atë kënaqshme dhe shumë atë mira, po mendimi ytë, unë realisht mendoj që secili prej neve është rritu e pas nështë një lopë të shtëpia dhe të e ditë pak a shumë që shkajnë. Po pse s'pedojnë shumë pjesën e blegtorisë dhe bujqësisë? Ani pse është shtylla dhe është baza e një shteti? Në shtetit, po. Elver, unë kam bisedu me shumë njerëz që realisht më kanë tregu që ka nevojë nështë për punëtor, pagat i japin shumë atë kënaqshme se në sektore tjera, po nuk dojnë me punu blegtori ose bujqësi. Pse ka orë këtë ditë? Pse është kaq vështirë me gjetë një punëtor që merret nështë me këtë punë? Këtë tash është kjo propaganda që vetëm me dalë jashtë. Po kanë dalë edhe disa në di këtu, po ishi bashkëmoshatarët mi, po janë kthy, s'kanë mujtë në vokur gjo. Siesin 200-300 euro atje, krejt i merr 2.000 euro, 1.000 euro banesa, ushqimi ata tash edhe kështu kur tek është 200-300 euro siesin. Këtu i merr 700-800 euro, 200-500 euro jesin këtu. Po nuk e kuptoj se ato pse i gjithë ky propagandë me dalë jashtë, nuk e di pse njerëz parë tonë kanë sakrifiku shumë, e kanë sakrifiku edhe veten, jetën, vetëm me pa Kosovën lirë edhe zhvillume. Se janë zakonisht to që vinë është me kire pak ma të mira dhe këtu edhe që shpothuti janë dhe propaganda, se cili e din që parja let nuk fitohet asë në Kosovë asë atje. Kërkun s'fitohet parja let. Edhe duhet me punu, po nështë për një jetë ma të mirë se cili. Po a mundet me adol, me bo pare dhe me bo një jetë stabile si pas te edhe në Kosovë? Po edhe atje du të me punu, atje nëse s'punon, jetë një social në hështa ku ta dijone, po ku të punoj s'ki. Edhe këtu edhe atje nështë, po si në vend tonin kërkun se ki ma mje. Unë për veti e malon krejt, Gjermanin krejt, jo se fitoj shumë nështë, po nuk kum pas mundësi shumë mundësi me dalë. Gjithë do konë edhe im kone për Evropë, do konë Holland, po Holland, Gjermani, gjithë ka im konë, po nuk mu ka kapë kërkun, im konë vetë si vizitor. Kështu që nuk është ajo liria. Nuk është ajo liria, ajo knatësia që e kom këtu. Edhe për respekt për ty që nështë e ke pos mundësin edhe i ki edhe sot mundësin, po ty as me ta dhoni rrugë nështë 5.000 euro në muj stabile, kështu nuk e lenë punën të mbujtësi edhe në blegtori me shku jashtë. Për dikana është ta parja është gjithçka, për mu parja është diçka që na kryjmë punë, por jo që ta jap knatësi. Knatësin ta jap familja, puna, dëshira me pas vullnetin e punu, edhe këtu janë ato që unë i menoj që janë më të mira për mendimin tam, për mu. Secili njeri të ke punë. Tash gjithë kush e ka dëshirën e vet, mendimin e vet, kërkuj s'mundesh mjajnë punu një punë që nuk e dan.
që mësu në ashta, po shqyqyr që ka dita me zjedhë, dhe unë jam i knaqen që tash u pak ma mirë, është ma lehtë çdo sen, kur kem punu na, kem punu me mjete ma primitive, mjete të vjetra, si të thëmë, po realisht jem lo ma shumë, po kem pas vullnet ma shumë. Tash po mdoket se ma shumë, ma lehtë kem punë, shumë atleta i kem punë, po vullneti pak ma nuk është që shokon. E pse po mendojnë kjo nashta që herave të kalu, po mënej viteve të kalume kena pos mu mirë me bujqësi pak si ma detyrushme dhe... Po ajo mendoj që është konë puna pak ma e detyrushme, se ndashta s'ka pas puna të me zjedhë, si tash që ka. Tash ka punë pak ma shumë me zjedhë, po pi zjedhin këto punë që janë ma atleta. Bujqësia është nështë pak ma e onë, po është pak ma knatësi me punu në bujqësi. A menon ti që bujqësinë edhe blegëtorinë nuk do të njeri me synu veç poren e shpejt, se nëse e synon veç ato dështojnë? Dështojnë, gjithmonë apo. Të të dashtë mas pari punën, bujqësinë, blegëtorinë, tani marrët e parja. Tash po njëse dhe të pjesa e dy të firmës, apo? Po, që sistemi mbyllur, sistemi lidhur. A mundesh me më tregu pse nështë disa i të lidhura, disa jo? Po, me këto kem fillu, me këtë sistem kem fillu, në 2013 e kem ndërtu këtë shtallë. Edhe janë mësu, nështë? Jo, se janë mësu, se ma mirë është sistemi lirë, po kushtet janë konë qashtu në atë kohë, që s'ke mujt me ndërtu matë male, realisht edhe ajo si aneks anej, sistemi lirë, po në ta me në afert shpresojmë që ta ndërtojmë një firmë në standarde nështë A e kene asyne me Elver? Pa tjetër. Me rritë nështë shumë numrin e tyre dhe pse jo? Pa tjetër kem pas sënimin, kem sënu edhe me apliku në grande në Bashkimit Evropian, po si s'dijet ka stagnua i projekt që 4-5 vita sa po di, edhe nuk ka ma grande të Bashkimit Evropian. Grandet e Ministrisë Bujqësisë janë dej, mos të ndej 100.000. Nëse do me ndërtu një firmë me standardet mira, bashkohore do të me pas një 4-500 mijëra mas pak, për 100 krejë lep qëpështore. Shumë këgja e modhe. Është shumë këgja e modhe që edhe me morë kredina është pak shumë e madhe. Shumë e madhe. Edhe sidomos kur po i kemi disa nga problemet, për shembull fermerët e kemi pas problemin edhe që është ul çmimi i qumshtit. Që 3 muaj e kemi edhe çmimin me zbritje që është në kostet prodhimit. Realisht vetëm sa me ekzistu. E pse ul çmimi? Nuk e di tash sa do të na ndihmon Ministria e Bujqësisë në këtë rast, po ky vit është një ndim ndër vitet e ma pa profitabile dhe ma të mundimshme për sektorin e bujqësisë. Realisht është edhe njëri kur e mendon që mundet me rrit numrin e keq, kjo e mendon pak edhe këtë pjesën që a ka treg mjaftueshëm. Po na për treg se kem pas problem deri tash, as nuk mendoj që do ta kem, po ka probleme që po përdoret shumë në produkte ushqimore, po përdoret shumë vaj i palmes, me këto yndyrna bimore, jo shtazore, ato përpengojnë shumë produktin që ka përbomje me shtazore. Elver, ta shumica e njerëzve që nashta i shikojnë disa intervista dhe nuk e dëgjojnë nashta deri në fund se janë deri te fitimi duhet shumon. Shumë. A mendon edhe ti që duhet pak me dosht bujqësinë dhe blegëtorinë për me bë këtë punë dhe jo me menu nashta veç fitimin e shpejt? Kjo pyetje që ndodh shpesh isha nëpër emisione që a bën parë shpesh. Edhe shpejt. Parë shpejt nuk mundesh të bëhet. Mundesh me pas një jetë komode të mirë, tu punu, tu bë parë, tu zhvillu. Çdo fitim është investim këtu. Çdo fitim duhet investim. Çdo investim përkthehet në fitim. Ashtu do me thonë funksionon. Ashtu funksionon ky zgjidhje. Asgjë nuk arrihet me ana ditës. Jo, asgjë nuk arrihet me ana ditës, as muajve,
po me vite. Me vite, do më thonë deri t'janë puna Janë që plot- me pos... Janë diku plot 26 vite në këtë punë. 26 vite janë. A mundesh me thot tash që nashta ke arrit me një fazë që e bën një jetë rehatshme në familjen tonë? Po normal, na për shtalle kem punu shumë, po për me arrit deri këtu. Edhe do Tani, volim. realisht edhe kem rrit pak, ja kem rrit punën vetit pak, po ja kem zvoglu me makineri kënej, me pajisje bëjtësore, ma të sofistikume, ma të mira. Ta shumë ma letë me punu, realisht është ma letë. Shumë ma letë, ma letë. Se Kjo nuk është vetëm që është puna ma e letë, po prodhimi është ma i mirë, ma produktiv, edhe e mrim me kohë çdo sen me morë në kohë duhur. Lupa ushihet me çka ushihet për marrë dejtë qumshti mirë. Masi jem edhe këtu nga ngjarjes me na shpjegu dejtë pjesa se qysh përcillet qumshti atje edhe me na tregu plasin e qumshtit, nëse ka mundësi. Po këtu si të shihet janë shumë kombinu me shumë ushqime. Është silazhi i mistrit, silazhi i barit jongjës, si thojmë na, është koncentrati qitet këtu. 3 berë, si thojmë biraris, berë si bire, ka vitamina, po, kasht, shumë sane tjera, po, që me pas një prodhim më të mirë dhe më cilësor. Ti je një ndër prodhuesit të qumshtit, që sa litra qumshti prodhen ditë, që i... Po i prodhojmë dikon prej 1000 dhe 1200 tani, për momentin. Edhe i dërzdoni, të më thonë, Ne marrëveshjet qumshtojmë, po kemë marrëveshje me qumshtojnë vita. Po realisht që disa ditë kem pas shumë probleme, e kem derë edhe qumshtin, e kem derë, e kem falë ma shumë, por e kem arrit një marrëveshje të përkohshme mes Ministrisë të Bujqësisë dhe fabrikës tonë vitës që e dorëzojmë qumshtin. Humbjet kanë qenë shumë të mëdha, pa diskutim për shkak se do të thonë me i prodhu 1000 deri 1200 litra qumsht në ditë ti edhe s'ki ku e qenë. Edhe jeni detyruar me fole, jeni detyruar nështë edhe me derë. Edhe këtu se keni bërë prej qefit. Humbjet janë të mëdha, po është humbja më e madhe është koha, se kohën mas nuk mundesh me kthy. Kjo ka më reflektu edhe mas tani. Edhe në të ardhmen tonë që na duhet me prodhu tash për vitin e ardhshëm. Tash mendohet nëse nuk kemi farë ndihmë nga Ministria e Bujqësisë në të ardhmen, me na kompenzu këtë dëm, na mujmë me konë vitin e ardhshëm shumë keq. Shumë keq. Se na cekëm edhe më herët që gjitha punët dhe gjitha krizat kështu në bujqësi me një sektor ose mbledhtori janë të lidhuna me njëna tjetrën. Zinxhir. Edhe s'bën njëna pa bë tjetra. Kështu që po shpresoj që ka më u rregullu ky problem. Dishta me të pyet pak, e keni pas një shtallë të vogël, tash jeni me një shtallë ndoshta pak më të madhe. A keni pas ndihmë prej Ministrisë të Bujqësisë apo me mjeteve vetanoke e keni ndërtu këtë firmën këtu ku jemi? Po normal që na gjithmonë kemi përfitu me subvencione, me subvencione jemi shku të zhvillu, edhe për fitimit normal, qaj se ka qenë fitim i vogël e i madh, që tu e kemi investu krejt. Edhe kemi përfitu një grand vitin e kalum, diko 19 kërë lëpë qumshtore. Edhe është ndimes, po besoj. Është ndimes, sa dhe pak është ndimes. A mundemi me po se ku dalë qumshti, do më thonë ku e do... Po tani shkojmë këto ku e dëpënojmë qumshtin. Këto është ajo pjesa ku dëpënohet qumshti, si i thojmë në alla këtë frizi, afro këtu. A ka qumsht? Po ka qumsht. A mundë të kamera me... Këtu është, ky prezin gjanë dikun mbi 3000 litra, realisht kjo është 1000 litrave, po këto e dëpunojmë zakonisht, këto janë pajisjet që qiten të lopët atje dhe bëhet mielja, procedura mieljes love. Sa ja kanë lehtësu pajisjet, do më thonë tash nuk ka nevojë njeri ndoshta me i miel edhe me dorë, e ka këto pajisjen që i miel edhe pse duhet dora njerit, po ndoshta sa do pak. Po këtu na ka realisht dikun një 10 vite, ndoshta që e kemi instalu këtë sistem, thirret sistemi mbyllur, është sistemi i ri po e kemi ble me mjete vetanake, jo me ndaj përfitim nga fargrondi apo kështë diçka.
Po na ka lecu punën shumë edhe na kjo rrit cilësinë e qumshtit. Jo si e rrit, po e ruan cilësinë e qumshtit deri në deponimin në laktofez, si thonë. Elver, tash ju dëshdoni qumshtin në kompaninë në këtë rast Vita. Vita, po. Edhe çysh e dëshmon ju cilësinë ose kualitetin e qumshtit që prodhohet prej UK Farm? Gjithmonë na kualitetin e kemë me ekstra klasë. Qumshti jonë është gjithmonë me ekstra klasë, duke u bazuar në analizat e avukit, edhe në analizat që i merr qumshtoja çdo ditë, që bëhet analiza kundër antibiotikut, edhe aty në gjitha bakterieve që ndodhen ta dhe gjithave, edhe këto e dëshmon edhe Fakti që e keni ju fermer, e keni një platformë për ata që se din apo? Po, na kemi. Që aty ju vinë domethënë analizat e qumshtit apo? Po, raporti analiza e qumshtit çdo muaj. Çdo muaj domethënë. Po, çdo muaj. Mundesh me na tregu për muajin paraprak ose për cilin muaj ju ka ardhur domethënë, me fakte po flasim. Po, tash fakte folim edhe me fakte, këtu i kem edhe analizat e avukit që i merr çdo muaj dhe jemi gjithmonë ekstra klasë. Kjo është për muajin domethënë qershor. Kjo është për muajin qershor dhe këtu janë prej muajit 10/2025 deri tash me 3/6/2026. Po, kjo është numri i bakterieve këtu në 4000 që dëshmon që është një qumsht ndër më të mirë që ekziston. Kjo është domethënë cilësia e qumshtit që na mund me krahasu edhe na shtë më mirë jem se shtetet e Bashkimit Evropian. Bakteriet që janë shumë të ulta me krahasu edhe me ato të Bashkimit Evropian që plotësojmë një standard ekstra klasë. Edhe që vlen motiv domethënë edhe për ata që se din që deri në 80.000 cilësohet ekstra. Çdo cilën UK Farm me pat te bakteret 4000 bakteri domethënë. Po, 4000. Po mandena çysh klasifikohet kjo mi 80.000 çfarë qumshti? Mi 80.000 është edhe ajo qumshti i mirë, 80.000 deri në 120.000, tani shkon deri në 200.000 klasa 2 e 3. Ç'është pak më i dot. Po, më i dot deri në 400.000 dikon realisht është i përdorshëm, në sa e dijon, por na jemi domethënë nivelin më të ulët. Edhe numri i bakterieve që tregon realisht është rezultat shumë i kënaqshëm, një ndër më të mirët. Që ky qumsht prodhohet dhe proponohet në fabrikën Vita. Domethënë ky qumsht prej jush shkon te fabrika Vita. Ky qumsht pinë shlirshëm se është qumshti më i mirë që ekziston. Këto këtë mirë na ka fol natyra që na mundson me prodhu këtë qumsht ka kvalitet. Edhe që po dujna me cek është që e folëm me faktin ashtu përmes muskave dhe analizave që kanë dalë, kështu që për gjithë ato bujt e liga që na thonë që qumshti nuk është kvalitet qëre, unë mendoj që kontrollat duhet më bo. Edhe ju jeni besoj pro asaj. Edhe këtu vjen kontrolla, çdo muaj vjen avuki, merr analizat, nuk e di as kur i merr, nuk e shoh, vetëm e shoh që ka rezultati. Absolut nuk e shoh. Kështu që dëshmon që na jem gjithmonë 24 orë jem nivel shumë kënaqshëm. Elvira, mundesh me na fol disa fjalë për kompaninë Vita? Me kompaninë Vita jemi qysh prej vitit 2004. Në fund 2003-s, fillim 2004-s. Ja kemi fillu me bashkëpunu me ta. Ka qenë fabrika këtu në Pej fillimisht, nashta 10 vite, tani ka kalu atje në Istag, dhe tash atje është një fabrikë mos them gjigonde dhe është më e madhe në Ballkan në sa dijone, edhe është me standardet më të mira nashta edhe të them në Evropë, që bën prodhimin e qumshtit dhe produkte të tjera prej qumshtit tonë. Domethënë, mundesh me thonë lirshëm që qumshtin edhe produktet e Vitas që i konsumojmë domethënë pa tut, vetëm kështu. Pa kurrë paprike. 100% natyral. Edhe që apo du me cek është që Vita ka fillu punën edhe kompania është hop, domethënë vitin 2003 që i bjen që ti je prej fillimit i pari. Kem qu qumsht unë edhe 2 farmerë tjerë në komunë të Pejs. Mas pari. E kemi falë atë qumsht. Ditën e pare kemi falë nga dëshira dhe
ka qenë si të thom një farë entuziazmi shumë i madh kur kem pa që qumshti jonë nuk ka më derë më, nuk ka më shku hoq, po ka më shrit. Nuk ka pas rëndësi çmimi në atë kohë, edhe pse ka qenë çmimi shumë i mirë në atë kohë. Na jem konë shumë të knaqshëm, kem pas vullnet me punu, edhe me atë vullnet kem arrit më ardhe këtu. Me vitën jem rrit, me vita u rrita. Sikur gjithë, fëmijët tonë, prindë tonë, gjithë. Po emocionuve shumë, kur e kujtove në atë momentin e parë, se po besoj vjen pak si... Prindi ja ka nisë, fillim atëherë, tani e kem përcjellna. Edhe mendoj që do ta përcjellim edhe të ardhmen edhe tek fëmijët tonë, se kjo punë vetëm dën vullnet. Edhe po mendoj tash, inshallah nuk do të ketë probleme më, ç'është ka pas deri me tani. Po këta me që janë lotët e një fermierit të Kosovës, që saksisht po m'vjen mirë se unë nuk e pas na ditë këtë fakt që je ndër të parët, mos thëm i pari fermer që ka dorëzu qumshtin te vita dhe sot jemi në vitin 2026 edhe ende pa shpunën domethënë me kompani. Prej ditës së parë, deri më tani. Edhe ç'është po njihesh kur po dëgjon është ta fjalë që qumshti servis, po na helmon fëmijët. E di që është shumë të prek shumë ky. Ajo na prek shumë, na prek gjithëve, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si firmë, edhe bashkëpunimin që e kemi me ta ndër vite. Ta përshmosh mallin tanë, thush një farmere i Langareca, si që ka cek një deputete e Kosovës, kjo është një s'kam koment. Thjesht s'kam koment. Është shumë e treshtë i verë. Shumë e treshtë. Se deputetët janë zgjedhur prej votave popullit, qytetarëve të popullit. Edhe ata do të me qenë zëri fermerëve, zëri junë, zëri i njerëzve që paguajnë kontribute, paguajnë tatime për shtetin e Kosovës, edhe saksisht marrin rroga domethënë prej pareve tona, edhe me ju qujt me terma të tillë. Është e papranueshme. As pak. Ai kishte dhënë një mesazh të deputetëve që mujna me ja përmend edhe emrin, që është Adriana Matoshi, për shkak se është fytyrë publike dhe s'prish punë. Çai kishte thënë Adrianës? Po thjesht unë nuk e kisha komentuar shumë, po e kisha lutë që gjithë njerëz me çfarë thonë çdo njerëz me gjithë njerëz me i ponë është Jo, gjithë njerëz që janë me pozita të larta. Po edhe njerëz thotë, kisha lutë gjithë njerëz. Me kisha lutë gjithë ata njerëz që janë me pozita të larta në shtetërore, për shembull, të kenë ma kujdes në fjalor, të mendojnë ma mirë se çka po folin, se dikon e dëmton shumë. Dikon e dëmton shumë, e lëndon shumë, edhe për ata nuk është mirë me fol një deputet ashtu ose për sa zyrtar, se ajo ndikon shumë te na. Na jemi ata që këtë shtet e ruajmë, e mbajmë dhe sakrifikojmë për ta, edhe kemi sakrifikuar për ta. Kështu që me produktet tona, me këto e rrisim familjen edhe gjithë popullin e Kosovës. Neve nuk na intereson politika, pa marrë parasysh cilla parti është, gjithë janë shqiptare. Por mos me ofendu popullin, mos me ofendu farmerin. Kjo është një luftë hibride që po bëhet ndaj njerëzve të caktuar, po thjesht na jem njerëz që kemi sakrifikuar për këtë vend, kanë derë gjak për këtë vend njerëz, edhe na kemi mujt me shku jashtë, nashta me bo një jetë më të mirë, nashta kush e di, si kishim bo, ishim këthy, po na kemi sakrifikuar, nashta e kishim edhe fitu. Por sido që tjetë, na dojmë me vazhdu më punu, se kemi jetë monal, pa marrë parasysh, çdo kush e ka për veti që fol, po i kisha lutë të jenë, po mos bëjnë propaganda pa ditë situatën. Edhe kushdo që ka dyshim, po besoj që jo edhe për qytetarët cilët kanë dëshirë me po nështë prej afërm, le të vinë edhe le ta shohin vetë qoftë ose në kompani vita. Lirisht. Edhe dyrt janë thonë. Gjithmonë. Normal tash kjo cilësia këtu neve edhe na motivon me vazhdu. Me vazhdu, me më të fort, se kjo paguhet me ekstra klas, paguhet qumshti 7 cent për litër nga Ministria e Bujqësisë.
klasa parë me 4 cent të poshtë. Po qumshti i DAP nuk paguhet. Qumshti i DAP nuk ki subvencione nëse e prodhojnë qumshtin e DAP. Kështu që na duhet me luftu gjithmonë me majtë këtë standard, nëse dojmë me pas fitimin më të mirë. Ma të mirë dhe ju motivon pa disa. Edhe na motivon. Elver, unë du me të falendëru shumë për gjitha këtë që ndove me neve dhe për faktin që në është ta përmorë dhe këto makineri ka që sofistikume, ka që mira dhe ke kualiteti i qumshtit edhe të krejt kjo, po cilat janë sfidat më të mëdha të një blektori ose të një bujku, si pas teje? Sfida më e madhe në këtë aspekt është kur përballemi me kushtet atmosferike, si që është e viti kalum, që ishin pacijat ekstreme. Ajo s'ka pas rendiment ma tull edhe kështu me radhë. Kemi sakrificat ndryshme, po probleme ndryshme, bëjtësi gjithmonë ki probleme, po duhet me ditë veç me zgjidh, edhe me pas durim. Durimi jo mbi gjitha. Edhe unë e krejtësish në fund du meja na këtë jena për mja dëshmo dhe atyre që shikojnë këtë intervistë që nështë kur i shuhin firmen, i shuhin makinerit, pajisjet, është këgja investim. Po investim që nuk është bona është ta me njëherë. Tash plot 26 vite. 26 vite, që me arrit nështë ta dejt, me i logaritu, del nështë ta dhe investim milionsh. Me vërtet. Po dejt a i milion, është dosht 26 vite punë. Plot 26 vite. Me punë, sakrificë, dëshmëri dhe përkushtim ndaj punës. Po shpresoj edhe na jena këtu për me mbështet secilin njeri të punës që mundohet nështë me i shërby edhe vendit, për kundër mundësive që i keni pas qoftë edhe me dal jashtë si kur krejt Kosova, po keni vendus me qëndru këtu edhe me qëndru stojek, është shumë të fort, 3 vllazni mu bo bashkë edhe me ndërtu një firmë edhe me qenë është ndër ma të mirët, qoftë edhe në rajonin e Dugaxhinit, po edhe pse jo edhe në rajonin e Shtit. Fakti se e dim edhe sa punojmë edhe çish punojmë, na jap një motivim me vazhdu edhe tutje, po normal duhet me pas edhe shteti më na jap një shtytje me na pas parasysh plasimin e produkteve tona që i plasojmë sepse na jo vetëm qumsht, por me punimin e tokave sigurojmë edhe drithra, siç është misri, gruri, elbi, tretikalli, gjitha këto të tjerat. Edhe po Elver edhe nështë ta fakti që është zbrit edhe është ullë, do me thonë çmimi i qumshtit është që i jipet përparësi edhe qumshtit të vendeve tjera, që me depërtu nështë ta në treg edhe shumë mërmer detyrohen nështë edhe me i mbyll firmat e tyre për shkak që çmimi është nën kostër. Aty është esenca, shteti duhet me marrë masa me ndalu importet, vajnë e palë mes qumshtit pluhur, qumshtit që prodhohen jashtë, në Bosnë, këto tjera. Normal që ka drejt edhe qytetari me ditë me çka po ushqehet, çka po pinë, çka po hanë, po edhe duhet me përcjellë në market ku shkon atë me këshyr për bomjen, a ka vaj në dyrë bimore apo shtazore. Ato i ka ceknën, mendoj që janë ceknën në paketim, po tash dikush nështë nuk e vrejnë, nështë ka dhe asi që se kanë ditë. Plot më kanë thonë, jo, kjo nuk i shkon qumsht, jo, i shkon qumsht, po aty du të me këshyr letrën që ka shkruan, se normal që janë raportu me ato, vetëm du të me këshyr. Djath, djath me 2 euro gjys në treg, nuk ka djath me 2 euro gjys, 3 euro djath. Me prodhu një kil djath, unë e di që dikun shkojnë 7 dhe 8 litra qumsht. 7-8 litra qumsht, to kosta ja dikun 5 euro. Ti 5 euro e ki në start, vetëm e prodhu. Ko rryma, ujt, punëtori ato, unë e kuptoj edhe hallin e fabrikave, ato kanë shpenzime, kanë dhe më arë dhe të produkti final, kanë kojgja dhe një kosta. Që del dikon është 7 euro dhe 8 euro për me dalë në treg. Do të me ditë konsumatori që kilogram djathit nuk ka me 2 euro gjys 3 euro. E shet që ka, nëse dojnë me produkte, do më honë, shtazore, nuk ka
në 7 euro, 8 euro nuk mendoj që ka djathtë. Që është mirë që tha edhe më herët se cili produkt është, do me thua, ka paketimin atë që i shkruan edhe përbërja dhe gjithë këtu. Po që tha edhe më herët edhe fabrika nuk mund tash të qumshtin është ta prej firmës tonë me dërgu edhe se dohet ato përbërësit e tjerë që i japin qëndrueshmëri edhe krejt kjo. Kështu që faleminderit ty që nuk po të asnjë lloj hezitimi me na dëshmu se çysh e prodhon një fermer shqiptar qumshtin, edhe sfidat e gjitha ato që ai diskutum, po edhe një mesazh shumë të mirë që me shumë punë, me shumë përkushtim, gjithçka arrihet edhe s'ka send pa realizueshëm. Po që më pëlqej më shumë ti ke fakti që tregove që edhe fitimet nuk janë bashkë ashtu nështë çysh e bojnë njerëzit kaq lehtë. E vërtet, me konë fitimet të mëdha nuk hapen subvencione. Pra ata hapen subvencione me mbulu, ndoshta pak shpenzimet edhe në disa raste që ka edhe humbje. Faleminderit shumë Elver, shëndeta gjithë mirat edhe për juve. Herë tjetër kur të vim kemi marrë fermë me ta bë për hajër fermën e re që ka me qenë shumë e madhe në shtëpi. Shpresojmë. Edhe sipas kësaj standardeve të tjera. Shpresojmë që do të shkon çdo gjë sipas si duhet. Para mendimeve tona. Faleminderit edhe juve.